Gjyshi, o gjyshi. Urdhëro, George, urdhëro. Gjyshi, të kërkoj një nder? Sigurisht që mund të më kërkosh nder. Çfarë të kesh dëshirë ti të bën gjyshi ty? Gjyshi, do më mësosh numrat, sepse unë jam shumë mbrapa nga shokët e tjerë. Shokët e mi I din gjithë numrat. Pa tjetër, George, që do t'i mësoj. Sot do të mësojmë numrat edhe ngjyrat. Wow, faleminderit gjyshi, të dua shumë. Je gjyshi më I mirë në botë. Edhe ti je nipçja më I mirë në botë. Sot do të mësojmë numrat dhe ngjyrat me plastelin. Wow, ura! Gjyshi, të dua shumë, mua më pëlqen shumë plastelina. Prandaj edhe unë zgjodha plastelinën I dashur nipçe, sepse dua ta bëj mësimin më të këndshëm për ty. Faleminderit gjyshi. Dhe tani shko ulu atje dhe më ndiq mua me vëmendje. Patjetër gjyshi, sytë e mi janë tek ty. Kjo është plastelin ngjyrë e kaltër. Ky është numri 0. Ky është numri 0, ndërsa ngjyra është ngjyra e kaltër. Jeshile. Me jeshilen ne do të bëjmë numrin 1. Numri 1. Ky është numri 1. Kjo është ngjyra lila. Me këtë ngjyrë ne do të bëjmë numrin 2. Numri 2. Ky është numri 2 dhe ngjyra është lila. Plastelin roz. Tre.
është numri 3. Plastelin e zezë. Numri 4. Ky është numri 4 dhe ngjyra është e zezë. Plastelin e bardhë. Numri 5. Ky është numri 5. Ngjyra është ngjyra e bardhë. Plastelin e kuqe. Numri 6. Ky është numri 6 dhe ngjyra është e kuqe. Plastelin e verdhë. Numri 7. Ky është numri 7. Ngjyra është e verdhë. Plastelin, ngjyrë kafe. Numri 8.
është numri 8 dhe ngjyra është ngjyrë kafe. Plastelin portokalli. Numri 9. Ky është numri 9. Ngjyra është portokalli. Plastelin e zezë dhe e bardhë. Do I bashkojmë këta të dyja dhe do marrim ngjyrën gri. Dhe kjo pra është ngjyra gri të cilën ne e kemi krijuar në bazë të bashkimit të ngjyrës së bardhë dhe ngjyrës së zezë. Dhe tani do të formojmë numrin I cili vjen mbas numrit 9. Mund të më thoni ju fëmijë të dashur, kush vjen mbas numrit 9? E sakt, mbas numrit 9 vjen numri 10. Pra ne me ngjyrën gri do të formojmë numrin 10. Por unë kam përsëri një pyetje tjetër. Çfarë numrash na nevojitet që të krijojmë numrin 10? Gjithashtu edhe kjo është përgjigje e saktë. Ne na duhet numri 1 dhe numri 0. Pra ky është numri 10. Atëherë le të formojmë numrin 10. Ky është numri 1. Dhe ky është numri 0. Dhe ky është numri 10. Ngjyra është ngjyra gri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Të lumtë George, shumë mirë. Dhe të një gjuat. Blu, shile, lela, roz, aziz, e paul, kuqe, vell, kafe, portakal, vegi. Shumë mirë George, të lumtë. Gjyshi. Dhe kjo pra të nderuar miqtë e mi të vegjël, ishte gjithçka ne kishim përgatitur për ju sot.
Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video me plastelin dhe shumë edukative. Deri në videon tjetër, mirupafshim!